partit politike shqiptare atje, apo bën një fushat ndryshe në gjuhën që po përdorin, apo kështu po përfiton Kao Macedonas, kur sheh që prap kontingjenti shqiptar me numër të konsiderueshëm të në terren nuk janë bashkë. Unë me këtë e mbylla për të vazhduar ju, për të konstatuar në një farë mënyrë që padyshim ju shkon shumë për shtati dhe djetë parola që edhe pak më herët ju e theksuat për çaj dhe sundosh forma më e mirë, dhe me thëmë për të arritur qëllimet që do. Dhe ajo çfarë synojnë partitë e bllokut Maqedonas, në këtë rast VMRO-s, është do me thënë që të rikthej një lloj dinjiteti të cilin ato menduan se e cënuan shqiptarët. Dhe sa më shumë ato dëshmojnë se janë ato të cilët drejtojnë shtetin dhe se shteti është i tyre, aq më shumë padyshim fitojnë në elektoratin e tyre një mbështetje më të fuqishme. Nuk është kjo ajo çfarë në realitet është e vërteta në Maqedoninë e Veriut, dhe përderisa nuk pranohet kjo lloj e vërtete, një lloj bashkëjetese mes dy komuniteteve më të mëdha, padyshim që kemi riciklim po të njëjtave situata konfliktuale, herë në duke, herë më pak, herë më shumë, por që nuk po gjejmë një stabilitet dhe një qetësi në të shtet, por dhe në rajonin përgjithësi që unë mendoj se ndërlidhen padyshim dhe me interesat e geopolitikës, ajo çfarë ne quajmë bota sërbe, shumë e interesuar që të ketë ndikim sa më shumë në rajon. Vazhdon të ndikojë edhe në Maqedoni sërish, kur e gjen politikën kështu të përçarë. Unë do të them që nga momenti i pavarësisë së Maqedonisë ka patur ndikim Serbia dhe Beogradi zyrtar, por tani duket se ka më shumë për faktin se këtë ja lejon edhe situata e asaj çfarë ne quajmë politikën globale, duke u fokusuar tani më Amerika në betejat e mëdha, të cilat zhvillohen në aspektin global, dhe Europa e pa unifikuar me problemet e saj, këtë lloj hapësire, këtë lloj boshllëku po mundohen që ta shfrytëzojnë me mjeshtri bota sërbe e ndihmor, padyshim nga interesi rus që do vazhdimisht që ta mbajnë të destabilizuar Ballkanin. Po dhe në korrent këtë gjë. Sa i takon elektoratit votues i qytetarëve, mendon se që kur Republika e Maqedonisë së Veriut u nda nga Shqipëria në procesin e saj të integrimit, mendon se mënyrën e qeverisjes po e shikon me një sy tjetër dhe në këto zgjedhje vendore, në mënyrën e tyre, më se ata arrin ta përcjellin por edhe ta konceptojnë politikën, do t'i japin një shuplak? Unë mendoj se bëjnë absolutisht me vetdije krejtësisht të plot, flas do me thëmë për politikat ne themi nacionaliste, por ato e prekthejnë në mbrojtje të identitetit të tyre nacional maqedonasit, në rastin konkret kryeministri Mickoski, dhe prandaj nuk hedhin hapa serios për integrimin e vendit drejt bashkimit evropian. Janë dy arsyet për mendimin tim thelbësore. E para që lidhet me shqiptarët, të friksuar se sa më shumë që të kenë pozicion të fuqishëm shqiptarët në atë shtet, aq më shumë rrezikohet identiteti, ta them, i Maqedonasve, dhe nga krau tjetër ndryshimet kushtetuese, të cilat kërkojnë që të njihet komuniteti bullgar për të qenë pjesë e minoritetit kushtetues në atë vend, padyshim se do të uli përqindjen e Maqedonasve në një regjistrim i cili do të ndodhi kur do qoftë, por që ka zëra që mund të ndodhi më shpejt, dhe këtu synon dhe politika aktuale. Mickoski do me thënë që të ketë një regjistrim sa më të shpejt online për të si thosh eliminuar këtë lloj faktorësh që ato mendojnë se mund të jenë të rrezikshëm për qenjen e maqedonasve, që do të thotë se don që të përjashtojë shqiptarët të cilët kemi në